Dërë tani, shas për prish. Ambrësemet nga syri televizion. A i keni kërkuar zëvendës kryeministres tuaj, Belinda Balluku, që të zhvillojë një takim me Ram Gecin, përfaqësuesi një kompanie private në gusht të vitit 2021. I referohem një episodi, në fakt në dosjen e SPA, ku thuhet në komunikimet që janë gjetur mes Ballukut dhe shtetasit e Vis Berberi, në datë 24 gusht 2021, shtetësja Belinda Balluku i dërgon mesazhin shtetasit e Vis Berberi duke i thënë KM më kërkoi të takoj Ram Gecin. Si shpjegohet që gati 3 muaj pas këtij mesazhi, kompania e këtij shtetasi, Geci SHPK, ka fituar tenderin për ndërtimin e rrugës Porto Romano Durrës, loti 3, megjithëse kishte paraqitur një ofertë miliona euro më të lartë se të paktën 4 kompani të tjera në garë. Bëj edhe një tjetër, se nuk rriti. E bëj edhe pyetje tjetër. Jo, nuk do të fokusohem nga kjo temë. Jo, po s'ka tjetër pastaj. Nuk ka tjetër më. Kam edhe një pyetje për tunelin e Llogaras. Pse i keni takuar përfaqësuesit e kompanisë turke në Ankara 2 muaj para se ata të shpalleshin fitues të tenderit? Okej, faleminderit për të dyja pyetjet. Nuk po i kthehem prap komentit përgjithshëm që bëra lidhur me sa gabim është, po nuk është gabimi juaj në këtë rast, që të shkëputen flet e të shkëputen të dhëna nga një dosje hetimore dhe të hidhen në publik edhe pastaj të zihen, nuk po kthejmë komentet përgjithshëm. Por po përgjigjem direkt. Ram Geci është një njeri për mua i nderuar, i respektuar, një ndër ata që krijojnë punë dhe punësojnë njerëz, ushqejnë familjet tëra në Republikën e Shqipërisë. Dhe që unë t'i them ministrave tako këtë, tako atë, unë këtë nuk e di për Ram Gecin në atë rast, po e bëj për Ram Gecin, e për gjithë shokët e Ram Gecit, sa herë është nevoja. Dera ime është e hapur. Kryeministrat që ta dini ju, kolegët e mi, ju gjymojnë nga mbrapa si përmarsve dhe ka disa prej tyre që harxojnë pjesën më të madhe të kohës pikërisht duke folur me ta, duke i thënë çka keni nevojë, duke i mbështetur etj. Kështu që unë të kem thënë